Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se ish deputeti Gramos Agusholli është liruar nga autoritetet serbe pasi ishte ndaluar në pikën kufitare në Merdar. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka thënë se ai ka vazhduar rrugën e tij drejt destinacionit për në Sloveni. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se ish deputeti Kuvendit të Kosovës Gramos Agusholli, i cili ishte ndaluar sot në pikën kufitare në Merdar nga autoritetet serbe, është liruar dhe ka vazhduar rrugën drejt destinacionit në Sloveni, thuhet në njoftimin e ministrisë në Facebook. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë një fjalimi në darkën organizuar nga Kongresi Amerikan dhe Asambleja Parlamentare e NATO-s ka thënë se mbështetja e SHBA-s dhe NATO-s ka qenë një dorë e qëndrueshme. Ajo ka shtuar se SHBA-ja dhe NATO-ja i ka dhënë shumë arsye popullit Kosovës që tjetë populli më pro-amerikan dhe pro-europian në botë. Paqja nuk vjen duke ecur vetë apo izoluar, por përmes partneriteteve dhe aleancave, tha presidentja e vendit Vjosa Osmani gjatë fjalimit në darkën e organizuar nga Kongresi Amerikan dhe Asambleja Parlamentare e NATO-s. Osmani shprehu mirënjohje për rolin e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s që, siç tha ajo, sollën paqen në një rajon të Evropës që nuk ishte njohur kur paqe më parë. Por paqja, si që kemi mësuar të gjithë, është e brisht. Vetëm disa vite pas marrëveshjes së Daytonit dhe luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, po i njëjti makt erdhi në shtetin tim, Republikën e Kosovës. Jo si imazh në televizion apo zë në radio, por jetesë e përditshme, makt që erdhi në rrugët tona dhe në shtëpitë tona. Sot tek sa mblidhemi me temën e paqes dhe prosperitetit, duhet të fillojmë me një të vërtetë të thjeshtë, por të fuqishme. Paqja rrallëherë është e trashëguar, është ndërtuar dhe është në mënyrë konstante e ushqyer dhe e mbrojtur. Por më rëndësishmja është se paqja nuk vjen kur duke ecur vetë apo izoluar. Kjo paqe vjen nëpërmjet partneriteteve dhe aleancave. Sot unë përfaqësoj Republikën e Lirë dhe Sovrane të Kosovës, një tokë zëri së cilës një kohë u hesh në luftë, por tani flet në gjuhën e shpresës, në gjuhën e paqes dhe në gjuhën e mirënjohjes. Presidentja Osmani falenderoi ushtarët dhe diplomatët që shërbyen në Kosovë në orët më të vështira të historisë sonë. Drejtuar SHBA-s dhe të gjithë partnerëve të NATO-s, përkrahja juaj ka qenë dora e fortë që na ka ndihmuar të vazhdojmë përpara. Ju na keni dhënë arsye të qëndrojmë si kombi më pro-amerikan dhe pro-NATO në tokë. Dhe drejtuar çdo ushtari amerikan që ka ecur në rrugët tona, ka mbrojtur qytetat tona dhe ka qëndruar rojtar i shpresës tonë. Ne themi këtë me sinqeritet të palëkundshëm. Shërbimi juaj nuk do të shkojë dëm dhe do të keni gjithmonë një shtëpi në Kosovë. Paqja jonë dhe liria jonë është përgjithmonë e lidhur me trimërinë e juaj dhe mirënjohja jonë është e përjetshme. Presidentja Osmani po qëndron në SHBA si pjesë e sesionit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila përkon me 30 vjetorin e marrëveshjes së Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, në sesionin pranveror të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që këtë vit përmbahet në Dayton të Shteteve të Bashkuara, ka theksuar rëndësinë e ndërhyrjes në kohë në Kosovë që ndihmoi në parandalimin e një katastrofe. Ai tha se pa udhëheqjen amerikane nuk do të kishim një Kosovë të pavarur. Ai vlerësoi angazhimin e vazhdueshëm të SHBA-s, NATO-s dhe BE-s në ruajtjen e Ballkanit, ndërsa shprehu përkushtimin si antare aleancës euroatlantike për të forcuar stabilitetin, unitetin dhe kohezionin e NATO-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajtën një rol historik në sigurimin e paqes 3 dekada më parë. Pa udhëheqjen amerikane, marrëveshja e Daytonit nuk do të kishte qenë e mundur. Pa udhëheqjen amerikane nuk do të kishim një Kosovë të pavarur. Për më tepër, rajoni ynë nuk do të kishte arritur stabilitetin e tij aktual pa angazhimin e qëndrueshëm të SHBA-s. Ne shqiptarët e nderojmë dhe vlerësojmë thellësisht miqësinë tonë me Shtetet e Bashkuara dhe jemi të përkushtuar ta forcojmë atë për brezat që do të vijnë.
Kosova për herë të tretë që nga viti 2021 është një koqire e ushtrimit më të madh ndërkombëtar të drejtuar nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, Defender Europe 2025. Në këtë ushtrim, i cili është më i madh i ushtarak shumë kombësh që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara, Kosova përveç se si mikpritëse merr pjesë edhe me rreth 1000 ushtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ministri Ndëtyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, tha se pjesëmarrja e Kosovës në Defender Europe 2025 tregon besimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndaj Republikës Kosovës. Pjesë të ushtrimit që do të mbahet sot dhe deri ditëve të ardhshme është edhe Shqipëria, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Slovakia. Në operacionin e udhëhequr nga Komanda e Ushtrisë Amerikane për Evropë dhe Afrikë në kuadër të ushtrimit Defender Europe 2025, pritet të marrin pjesë rreth 25.000 trupa nga 29 vende aleate dhe partnere të NATO-s. Ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci tha se ky ushtrim këtë vit është edhe më i rëndësishëm pasi për herë të parë në aeroportin e Gjakovës është vendosur komanda taktike e divizionit të 8 të këmbësorisë, nga e cila komand do të komandohen të gjitha brigadat që do të zhvillojnë ushtrime në regionin e Ballkanit. Po ushtrimi Defender Europe 25 është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin tonë, jo vetëm për faktin që vendi ynë do të jetë vend pjesëmarrës me trupat ushtarake të FSK-s në këtë ushtrim, jo vetëm për faktin që ne do të jemi në mes 18 vendeve njëkohësire të këtij ushtrimi, por edhe për faktin që këtë herë, për herë të parë, Ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë ka besuar në Republikën e Kosovës, në institucionet tona dhe në Ushtrinë e Kosovës që të vendos pikërisht në Kosovë, në aeroportin e Gjakovës, komandën taktike të divizionit 28 të Këmbësorisë, komandë e cila do të komandoj me të gjitha brigadat që do të zhvillojnë ushtrimet në regionin e Ballkanit. Ushtrimi Defender Europe 25 është ushrimi më i madh vjetor që organizohet nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara në kontinentin e Evropës. Këtë vit marrin pjesë rreth 25.000 trupa nga 29 vende të NATO-s dhe vendet partnere në 3 zonat të ushtrimit. Ministri në detyrë Maqedonci tha se ushtarët e FSK-s që do të marrin pjesë në këtë ushtrim tashmë janë dislokuar edhe në shtete të rajonit. Kosova me FSK-n do të marrë pjesë në këtë ushtrim parafërsisht me një numër prej 1000 pjesëtarësh, cilët përveç në Kosovë që do të jetë numri më i madh i pjesëtarëve të FSK-s që do të ndjekin aktivitetet e ushtrimit, do të dislokohet dhe është dislokuar tani më edhe në Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe në Kroaci. Kjo me të vërtetë e gjitha tregon për besimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në Republikën e Kosovës, e thashë më herët, edhe në aftësinë e institucioneve tona për të mikpritur një ushtrim të përmosave të tilla. Maqedonci theksoi se për Kosovën dhe sidomos për sektorin e mbrojtjes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri kryesor. Për ne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri ynë kryesor strategjik, sidomos partneri kryesor strategjik me të cilin bashkëpunojmë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ne e dihet që me 13 maj kemi nënshkruar një marrëveshje që quhet SISMOA dhe që adreson çështjen e informacionit të klasifikuar dhe aspektit të teknologjisë, kurse me 13 qershor është planifikuar që të nënshkruhet në Pentagon nga unë dhe përfaqësuesit e Departamentit të Mbrojtjes, marrëveshja kornizë e mbrojtjes, marrëveshja e parë e tillë që bëhet në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht që shtetet edhe kur janë në atë stadin më të mirë të partneritetit mund të kenë mos pajtime në çështje dhe aspekte të caktuara, ne me SBA-t po zhvillojmë, thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin jashtëzakonisht. Ministri në detyrë i mbrojtjes potencoi po ashtu se mbajtja e këtij ushtrimi edhe në vendin ton është mesazh politik se Kosova është vend stabil dhe i denj i cili mund të kontribuojë për paqen në botë dhe rajon. Përveç që është mesazh politik që Shtetet e Bashkuara partner ton, por edhe ne si Republikë japim për regionin dhe botën që Kosova është një vend stabil, një vend i denj për të mirëpritur edhe mikpritur organizime të tilla, është edhe një mundësi që njësitë tona ushtarake të ndërveprojnë
me njësitë e NATO-s dhe që përmes ndërveprueshmërisë ne zhvillojmë aftësinë që në rast se kërkohet që njësitë tona bashkë me njësitë e vendeve të NATO-s të zbarkojnë dikun për ndonjë mision paqërorës, gjë që edhe ka ndodhur, që të kemi përgatitjet e nevojshme. Por gjithashtu kjo tregon edhe për besimin që mes tjerash NATO, vendet e NATO-s kanë në profesionalizmin e ushtrisë sonë, në doktrinën që e përfaqësojmë brenda ushtrisë sonë, në sistemin tonë të planifikimit, por edhe në blerjet ushtarake që i kemi të gjitha sipas standardeve të NATO-s. Forca e sigurisë së Kosovës përmes ushtrimit Defender Europe 2025 do të tregojë gatishmërinë operacionale dhe shkallën e ndërveprueshmërisë luftarake me vendet partnere dhe të rajonit, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Ky ushtrim në Kosovë do të zhvillohet nga sot deri më 9 qershor. Mbesim edhe më tej në këtë temë për të biseduar për rëndësinë e mbajtjes së këtij ushtrimi edhe në Kosovë. Flasim në studio me njosjen e çështjeve të sigurisë Nurettin Ibishi. Mirë se erdhën në studion tonë, zoti Ibishi. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje televizionistëve të Onisteni. Atëherë, Kosova ishte përjashtuar nga ushtrimi Defender Europe në vitin 2023 për shkak të zhvillimeve në veri dhe tani sërish Kosova është pjesë e këtij ushtrimi, një koçire e tij. Çfarë do thotë kjo për shtetin e Kosovës? Po kjo është një ushtrim më i madh në Evropë dhe është e rëndësishme veçantë nga se ne u përjashtuam vitin 2023 për shkak më ndërmarrjes masa të shtensionimit nga maji për ato trazira që ishin atëherë dhe pak edhe një pakujdesi politike që shpiu deri te këto masa, por fatmirësisht fal partnerit tonë kryesor strategjik të Bashkuar të Amerikës u rikoperuam edhe këtë mangësi që patëm për 2023-2024 mund të kompenzojmë me manovra gjësit me ushtrimet me partnerët tonë rajonal, se të mos kur ka të bëjmë me certifikimin e njësive luftarake të regimenteve dhe të individuale. Kjo ka rëndësi të veçantë nga se është demonstrimi i forcës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës për rrezikun permanente që fare po vjen nga Rusia, mandej është shërbitja e aftësive logjistike dhe operative, mandej është forcimi i ndërveprimit edhe në fund është rritja e sigurisë rajonale sidomos e Evropës, e cila është e rrezikuar për shkak pra invadimit apo sulmit rus në Ukrainë. Këto zhvillohen në 3 rajone të ndryshme, pra në pjesën baltike, që kanë një destinim kështu edhe një përsaktësi pak më ndryshe, mandej në pjesën pra Rumanisë, ku gjithashtu ka një veçori nga se Rumania pëtar por rrezikohet, sikur dhe Polonia për shkak të zhvillimit të operacioneve luftarake dhe bombardimet vazhdueshme që po i bën në kohën kur po paralajmërohet paqja mes Rusisë edhe Ukrainës me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe kjo më rëndësishme për neve që ka filloi sot pra në Gjakovë, pra në aeroportin e Gjakovës ku është për brigada amerikane e këmbësërisë, pra edhe normal baba i bokës ku do të përfshihen diku rreth 1000 pjesëtar të forcës sigurisë Kosovës. Do të jenë gjithsej 12.000 pra pjesëtar nga 19 vende, dhe kjo tregon një gatishmëri edhe Çfarë tregon kjo për pjesëmarrjen e 1000 ushtarëve të FSK-s në kuadër të këtij ushtrimi për ngritjen e FSK-s si ushtri? Po. Kjo ka rëndësi të veçantë për arsye se në regjimentet luftarake që kemi krijuar me organigramë në ri për regjimentet e luftës, por njësitet edhe nivel personal të ushtarëve bëhet certifikimi, nga se këto janë një situatë reale të luftës, edhe ndërveprimi i tyre duke bërë kompatibil me forcat avancuara që kanë vendet e NATO-s, sidomos Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe vendet tjera që janë anëtarët NATO, ndërta edhe Shqipëria. Dhe si ndikon ky ushtrim në ndërveprueshmërinë e ushtarëve të FSK-s me ata të NATO-s? Po, realisht edhe praktikisht janë kryer trajnimet e duhura që nga pra transformimi nga TMK-ja në FSK, kur kanë filluar të përdoren standardet e NATO-s në aftësimin e kuadrove, edhe në aspektin e njësiteve, por edhe asaj individuale, por tash, kur në një manovër të tillë ku ka përmasa të mëdha, edhe
e ka një destinim të caktuar, për shembull një situatë sulmit kimik si duhet të veprohet, apo mbrojtjes kibernetike, apo ushtime taktikore me qitje me armë zjarri, ato janë kështu diametrisht janë më ndryshme se sa ato stërvitjet që kryen në një formë pak jo reale në krahasim me terrenin, nga se aty është një ndërveprim i gjerë, një operacion që përfshin shumë shtete dhe një rajon që është mjaft fragjil në një situatë çfarë e kem kur tendencat gjeostrategjike ruse pretendojnë ta tensionojnë situatën në Ballkan nëpërmes presidentit një vendi fëmijë Serbisë Vučićit, edhe ekstremistit të tij Dodik në Republika Srpska që don ta shpërbëj apo në një formë ta shkpus Republika Srpska nga Federata e Bosnjë e Hercegovinës. Edhe kjo takim që u mbaj tash fundi para 45 i Këshillit të Sigurisë Serbisë ka një përcaktim mjaft kërcënues ndaj edhe Kosovës, po edhe Republika Srpske, sidomos kur faktori ndërkombëtar. Dhe ky ushtrim do t'i dërgojë mesazhe të qarta si autoriteteve në Serbi, presidentit të Serbisë Vučić dhe presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës Dodikut. Po duhet pas parasysh, domethënë Serbia vetë është dënuar me këtë mos pjesëmarrjen këtë, nga se ata shkuan një paradë çfarë demonstroi Putini, një agresor në Ukrainë, edhe Dodiku, por edhe shkoi edhe Patrikus Sërb. Gjithashtu kjo adreson në aspektin global, nga se Serbia, rajonal vërtet, nga se Serbia realisht është në partneritet përposhtë të NATO-s, po e pa interesuar të interesohet NATO. Edhe ky përjashtim i tregon qartë se ka devijuar nga aspekti i integrimit të vazhdimit të pjesës qendrore të pjesëmarrjes në manovra të tilla. Edhe mendoj se edhe ftesja e tij në Bruksel është vërejtja e fundit që ai duhet të orientohet, jo në sistemin çfarë ai po përdor në një lloj neutraliteti. Ai po shfrytëzon të gjitha, po shfrytëzon edhe perëndimin, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe organizatën e NATO-s, por pandashëm pretendimet ruse, sidomos në aspektin gjeostrategjik të një rrezikimit paqes në Ballkan. A do të ndërmerren masat të tjera ndaj Serbisë nëse vazhdon me këtë retorikën edhe me NATO edhe me Bashkimin Evropian, por lidhjet e forta me Rusinë nuk i shkput asnjëherë? Po mendoj interesi edhe i Europës, edhe NATO-s është që Serbia të mbetet në pjesën e Evropës edhe normal në pjesën e NATO, sepse ajo nuk është interesuar për atë. Mi po mendoj që është toleruar tepër apo është përkthyer gjithë këtë tendencë që ajo të mbajë njërin krah, nga se ajo ka shfrytzuar dyom. Çështja tjetër është që ka krijuar një destabilitet në aspektin e fuqisë rajonale, nga se ajo tash me vetë gjithë atë armatim, pajisje që rrezikon realisht edhe prezencës ndërkombëtare në Kosovë, në Bosnjë e Hercegovinë me sistemet kundërajrore dhe raketore, çfarë është furnizuar pra nga Rusia edhe nga Kina, por edhe nga Irani me sistemet e dronave që janë mjaft avancuar, mendoj që këtë drejtim duhet të jetë vërejtja e fundit që Serbia të kthehet në njërin anë. Këndej apo andej. Fatkeqësisht këtu është një faktor tjetër destabilizues, në një formë refuzimi apo përjashtimi i Viktor Orbani gjithësisht Hungarisë të jetë një pjesë pjesërisht si përkrahase e disa politikave ruse, edhe sidomos bashkëpunimi i vazhdueshëm apo një formë miqësor me Serbinë, gjithësisht me Vučićin. Dhe kjo sjellje e Serbisë a ka ardhur edhe për shkak të qasjes së politikave të buta të Bashkimit Evropian dhe SBA-s ndaj Serbisë? Po mendoj mund kjo ftesë që po sot Vučićit për Bruksel do t'ja tregoj qartë që ai duhet të merrë njërin anë, ose të orientohet ka oferta çfarë aktualisht e ka, e jo duke luajtur sistemin e neutralitetit çfarë ka shpallur diku mbitin 2007,
të shfrytëzojmë ato benefitet apo prioritetet, do të furnizohet edhe nga ona e vendeve të NATO-s, pra me sistemet avancuara edhe të aviacionit, sikur që para në emro mundësia e blerjes të Rafaleve francez, madje sistemeve raketore, artillerike e tjera, po dhe mbrojtjes kundërajrore, por njëkohësisht i shfrytëzoj edhe Rusin, mandej Bielorusin, Kinën, Iranin, që janë vende, pra janë destrukcion në kuptimin edhe demokracisë, por edhe paqes në rajon edhe në aspektin global. Nga se po krijohet një debalans edhe në këtë drejtim Serbia, edhe në ranglistën e Global Firepower, prin edhe çdo ai marrëveshje që u lidhet mes Kosovës, memorandumin për mbrojtjes i dy ministrave të mbrojtjes mes tre ministra ndërtet Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë, ishte reagimi i ashpër i Vučićit, nga se bu një aleancë më ashtu. Pse mori Serbia si kërcënim këtë marrëveshje mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë? Po, mendoj që ajo aleancë e morë kërcënim edhe pse realitet nuk është, nga se këto tri vende nuk kanë pretendime territoriale as ndaj Serbisë as ndaj vendeve tjera. Nëse marrëm Serbinë tash si një forcë që po pretendon të jetë dominuese në rajon Ballkanit perëndimor, jo në Ballkanin, se është larg Greqisë dhe Rumunisë e vendeve tjera të Ballkanit të gjerë, por realiteti është se në këtë drejtim duhet sakt përcaktimi i saj, ose të zgjedh rrugën e integrimit edhe heqjes dorë nga kërcënimet e vazhdueshme dhe pretendimet territoriale ndaj Kosovës, ndaj Bosnjë-Hercegovinës për mundësitë shkputje të Republikës Srpskës nga Federata, por edhe vazhdimi i politikës destruktive me elementi pro-serbe pro-rus në Maltëzi edhe në Maqedoni. Pra e ka parë këtë si një pengesë reale që nëse eventualisht tenton ta shkëputës veriun, atër mund të futet në luftë Shqipëria dhe Kroacia? Mund të këtë kryeministri pak kësaj marrëveshje, kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, për herë parë prej një ton shumë të prerë, tha se nëse sulmohet Kosova, atëherë Shqipëria hyn luftë. Kjo tregon saktësisht një përcaktim të shtetit, dhe si kreu të shtetit, pra ekzekutivit, që nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë në kupton edhe futjen në luftë në aspektin e përkrahjes dhe si mbrojtjes së Kosovës nga Shqipëria. Këtë rast atëherë kjo aleancë apo ky memorandum i bashkëpunimit pse është në formë deklarative, jo shumë në aspektin e formal të lidhjes, mendoj që do të bëjmë oferte për vende tjera të krijimit një koalicion në nivel të rajonit, përveç normal asoj kupollës së mbrojtjes përbashkët të NATO-s. Mirë, viteve të fundit Kosova nuk është se i ka pasur raportet më të mira të mundshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportet politike. Megjithatë, ato në fushën e mbrojtjes një farë forme janë ruajtur dhe janë nënshkruar edhe disa marrëveshje për bashkëpunim ushtarak dhe në fushën e mbrojtjes. Sa është e rëndësishme që të forcohen këto lidhje ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Për vetë ushtrinë e Kosovës dhe ndoshta për të ardhmen që Kosova të antarësohet në NATO? Po, unë shkruaj më herët një marrëveshje mes generalit amerikan edhe komandantit të FSK-s për azotit Njasharit, që në përshpunim të këmbimit të informacionit që është shumë me rëndësi të veçantë në aspektin edhe këmbim informacion, po edhe të teknologjisë që ne do të pajisëm, sikur që është Javelin, mandej çështja tjetër është edhe ministri i mbrojtjes pranon në shkrimin e rit marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që avancon shumë çështjen pa pasur politika çfarë mund të jetë, them kështu, edhe pse duket që kohës fundit ka një kthim ka e mira, ka një relaksim i raporteve, mendoj që falë profesionalizmit dhe përkushtimit të forcës sigurisë, po dhe Ministrisë mbrojtjes, është një avantazh i dukshëm në kuptim të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me shanti edhe me NATO-n,
në kuptim se në vitin 2018 përfundon faza e tranzicionit 10 vjeçar, edhe ne automatikisht duhet shumë shpejt të kërkojmë të hymë në fazën e partneritetit për pas para pranimin në NATO. Gjithë kjo është një edhe manovrat, edhe këto nëshkimet e marrëveshjeve, edhe nivel rajonal, po së mos me Shtetet e Bashkuara, janë paralajmërim i mirë që Ministria e Mbrojtjes, po edhe FSK-ja e ka marrë kahjen, gjithashtu me rëndësi të përmendet edhe armatosja, pajisjet, trajnimet, rumbullaksimi i personelit, edhe infrastrukturë gjithashtu, tregojnë një nismë apo një përfundim të mbarë që FSK-ja edhe me rritjen të buxhetit që është shumë fishuar në krahasim me mandatet e kaluara, tregon një përkushtim të madh ajo çfarë u kërkuat në mandatin e parë të presidentit Trump që brutoprodukti vendor të jetë 2%, akoma aty edhe s'kemi rri atë, mirë po kërkesat e fundit edhe droja është e tash sekretarit përgjithshëm të NATO-s që ndoshta kërkesa tash nëse marrët krahasuar diku në disa shtete si Polonia ato kanë kaluar edhe 5%, e ndoshta kërkesa e Trumpit do të jetë që vendet, sidomos Bashkimit Evropian me të zhvilluara, që këtë përqindje të arrisin nga 2 çfarë ishte kërkesa mandatin e parë në 5%. Është e drejtë kjo, pasi që vendet e Bashkimit Evropian gjithmonë janë mbështetur tek mburoja amerikane për t'i ruajtur kufijtë e tyre nga Rusia. Po sigurisht, tash po shihet me luftën në Ukrainë që pa mbështetje e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Europa sa përket mbrojtjes vendet e Europës janë shumë fragile, janë pa organizuar mirë, a mund të mbledhin tani kur pa lajmërohet paqja 20 apo 25.000 ushtarë, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një fuqi jashtëzakonshme, edhe Europa nuk mund të paramendohet bilen për një fazë të tashme edhe një tarë metafort pa mbrojtjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye edhe ky manovër përcakton atë mandat them që pra është një demonstrim i forcës edhe të Shtetit Bashkuara të Amerikës për dislokim të shpejtë në Evropë, por edhe vendet të Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera që nën kupollën e NATO-s t'i përgjigjen çdo rreziku të mundshëm nga veçanërisht nga Rusia, po pse edhe për vendeve tjera që janë pak në formë koalicioni me Rusinë. Po, përmendëm mundësinë e antarësimit të Kosovës në NATO, vazhdimisht thuhet se ka shumë probleme politike që ja pamundsojnë Kosovës këtë për momente. Megjithatë, nëse ka vullnet nga aleatët, siç është aleati kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mund të tejkalohen këto pengesa politike që të përshpejtohet antarësimi i Kosovës në NATO? Po këtë varet nga ne. Edhe normal koha, nuk mund të ndodhë brenda natës apo brenda muaj apo nga se realiteti është një proces, sikur që thash. FSK-ja në 2018 përfundon fazën e tranzicionit, pra ngritjes kapacitetit. Mandej hyn në fazën e partneritetit për paqë, që është një fazë përgatitore, uvertyrë për të marrë antarësinë plot. Mirë po, nëse edhe situata e sigurisë ndryshon në aspektin e rreziqeve dhe kërcënimeve të mundshme, atëherë ky proces mund të përshpejtohet. Të njëjtën mënyrë kanë shkuar në përshpejtim pa i plotësuar ato standardet e përgjithshme edhe Maqedonia, sidomos Maqedonia, Mali, Zi, Shqipëria, pra kanë nesë apo janë pranuar pa i plotësuar gjitha ato standardet që kërkohen strikt nga NATO, në kuptim. Pra, edhe rrezikimi i gjendjes sigurisë me kërcënimet e mundshme mund të avancoj, po jo pa kaluar një procedurë, sikur që thashun në partneritetin Kosova fatkeqësisht është dashur shpeshherë të plotësoj standardet dhe kushtet cilat shtetet tjera nuk i kanë plotësuar kur janë antarësuar. Mund të marrim si shembull dhe çështjen e liberalizimit vizave, që u plotësuan kriteret dhe u dash 4 vjet standardet para statusit. Po, pikërisht edhe ajo kishte. Ajo është një sistem gati njëjtë është edhe te NATO. Realiteti është se duhet të plotësohen standardet, pra sikur marrëveshje stabilizimi i asociimit. Na për pak e shumë pranimin ton në Këshillin e Evropës, fazën e tretë
kalojnë në asamblejnë parlamentare. Gjithë ka ndodhur me shtete tjera, kur e kanë kaluar fazën e votimit në asamblejnë e përgjithshme. Mund kujtohet si deputet ishëm gjitha grupet parlamentare në Zagreb, dhe ishte ai që ka udhëheq pra gjitha ta kapitujt para antarësim të Kroacisë në Bashkimin Evropian, edhe thonë të shumë real, ishëm larg kapitullit fundit pra 39 që kur ishte do të shpalose e aj. Akoma ne ishëm një situatë punës ende pa e përmbyllur. Dhe kur na thënë anëtarët e Komisionit Evropian që ishin përgjegjës për do të na shpejt mi përmbyll ato edhe pa pritur. Do më nga njëherë në varë edhe për vullnetit, keni pa dhe vetë deklaratat e liderëve Bashkimit Evropian. Sidomos tani së fundi me Shqipërinë që po flitet që Shqipëria mund të pranohet madje brenda 2 viteve në Bashkimin Evropian. Në vitin 2028, ashtu paralajmërohet një mundësi. Macron e paralajmëroi vitin 2027 mbas edhe më herët, që i bie ndoshta brenda një viti e gjysmë. Këto deklarata bëjnë nga ajo se sa seriozisht shteti me institucionet e veta e merr plësimin e standardeve para statusit. Nëse ka çësje pozitive edhe të mirëfillt në zbatim të asaj çfarë janë ato standarde, jo, e dini fort mirë raportin e Bashkimit Evropian, kur na vije me sa mangësi, atëherë ajo është një tregues real që akoma ne nuk jemi pjek, apo si kemi plësu standardet për atë. Për këtë arsye, çësja reale në krye detyrave të shtëpisë, po sidomos plësimi standardeve, është një paralajmërim që ne mund të ecim shumë më shpejt edhe në antarësimin në NATO, por edhe në Bashkimin Evropian. Por fatkeqësisht nuk po ka një vullnet shumë të përshëndruar, edhe së mos një vullnet, se kjo nuk varet vetëm nga pozita, por do t'jë dhe opozita pjesë e saj, sidomos parlamenti, edhe me qëllim që me sinqeritet edhe me përkushtim të ecim në drejtim të antarësimit. Dhe derisa po flasim për përkushtimin e Kosovës si shtet për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ne jemi në një situatë kur deputetët nuk po kanë mundësi ta konstituojnë as institucionin në cilën punojnë, Kuvendin e Kosovës. Si i keni parë këtë maraton takimesh të quajtur seancë konstituive e cila nuk po merr epilog? A është e turpshme çfarë po ndodh në Parlamentin e Kosovës, ata po paraqiten si maneken, mëndoj edhe duke bërë lojra, tash normalisht atribuohet fituesit pa zgjedhjeve në këtë rast, vetëvendosjes edhe asaj, mirë, po edhe tjerët e bërë hisën e fajt, apo pjesën e fajt. Edhe deri te deputet, përse kjo e paqëndrueshme dhe është mirë që të thirrën qytetarët ta bllokojnë atë parlament, e ndërmarrin masa pak më të lehtës, po them radikale, edhe ju mediat ti bojkotoni çdo paraqitje tyre, edhe të mbajnë atë mbledhjen e përfusha e mandatet mirën vesh më në fund. Se kjo çka po ndodh, kjo është as ignorante, as jo serioze. Secili e bën pjesën e fajit, se mos ata që janë fitues, por jo pak faj ka edhe pjesa tjetër deri te deputetët. Një neglizhencë, një jo përkushtim në një situatë kur edhe gjendja e sigurisë, edhe aspekti ekonomik, çfarë pasojë po kemi ne për shembull, mos meratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare që do të kenë impakt me qinda miliona në përkraje të granteve për infrastrukturën pra në Kosovë dhe vendet Ballkanit. Mendoj që kjo nuk do të shkoj pa kujt, do të ketë një reagim qytetar, edhe mos t'ja lënë këtë komoditet qoftë fituesit apo grupeve tjera parlamentare të opozitës, po edhe vetë deputetëve që të sillen këtë mënyrë. Mendoj që duhet ketë reagim. Është jo përgjegjësi e skajshme e tyre. Po, dhe nëse nuk ka një reagim, një presion më të madh qytetar, dhe nëse gjykata kushtetuese nuk e jep një përgjigje rreth asaj kërkesës që i ka bërë grupi parlamentar i AK se si do të veprohet me këtë votimin e fshehtë, a mendoni se kjo seancë mund të vazhdoj me mujë të tërë? Po, mendoj kjo mund të vazhdoj nga se është një barazpesh në kuptimin e asaj, po shifën si ka votat as pozita, po as opozita në kuptimin e asaj. Po edhe nëse shkohet zgjedhjet e ardhme, është pikpyetje se
sa do të bëhet që e diferencë, që do të na bje prap një pat pozicion. Kjo i natë, teket, e ndërsida që farë po bon, kjo është e turpe. Kjo është i primitivizëm, i skajshëm, i leadershipit rëndë parë, i grupeve parlamentare, i vetë deputetve që nuk po gjejnë fuqi. Po s'mujnë ata, askur të vjen të ndihmon për ndërkombëtar. Si ndihmon kur është detyrë e jotja, detyrë shtëpisë, më ashtu. Ti e ke marrë votën e qytetarit për me bo përfaqësimin, për me kriju parlamentin, me kriju institucionet, ti e neglizhon, ti e përqesh, shkon atje. Këta më sillen sikur thuhet s'po ndodh gjë. Sot ke Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian që po 22 duken mera, më në po, kuvend. nëse nuk gabojnë. Po, kushtetimi 22 nesër. Ambasadorët e Bashkimit Evropian që po duken në kuvend në këto vazhdimet, në këto tubimet për seancën konstitutive. Është jo serioze. Po, mendoj vendi e Bashkimit Evropian. Ata e shohin si diçka jo serioze dhe për këtë arsye nuk po nuk është e nevojshme, nëse ne nuk e shohim prioritet çështjet tona jetike, në krijimin e parlamentit, institucioneve, atëherë pse të tjerë të mirën me neve? Kjo tregon një papjekuri përgjithshme. Edhe kjo më ka thonë, i kom thonë, tërhiqe fjalën, këto bjën lojnë a fëmijëve. Në politikë lejohet, s'po them që lejohet, ndërsa nuk është etike, nuk është morale, krejt ato. Mirë po, ndodhen edhe gjëra dhe në parlamentet tjera. Mirë po, njerëz... Ndodhen në fushat, mirë po, përfundojnë zgjedhjet, po, përfundojnë zgjedhjet, koalicioni, nuk pak d'akordim rreth kancelarit, me në ditën tjetër u rregullue. Kjo është normale. Kësa tekanek, edhe kjo kryenësi, kjo shpije drejt të një sistem fragil, një sistem i paqëndrueshëm, edhe realiteti është që qytetarët, atë që kanë humbë besimin, që unë po komunikoj me ata, unë pyes nxjerrje të ardhshme sa kanë me dalë numri i votuzve do të jetë më i ulët përqindja. Nga se këta janë papërgjeshëm, këta janë ignorant, këta janë një formë më këshar turp, kësha qëndru në parlament, në qëtë formë që fare ata po veprojnë. E keni po, veç po ndrojnë garderobat, apo duken ky apo ai më mirë, edhe çka deklaroj, çfarë forme, si po i kundërvejet njëri tjetrit. E asë si të gjejnë një modalitet, si të shkojmë përpara me qëllim të krijojmë institucione të qëndrueshme, thotë që kemë na gjithatë komoditet, në çfarë situate jemi shumë të ndihshme, edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, edhe të mbikëqyrjes sektorit sigurisë, edhe në vetë sigurisë fare kemë pra aktuale, edhe kjo tregon papikuri të skajshme. Mbetet të shihet, nesër është takimi i radhës, pritjet janë minimale, megjithatë mund të arrijnë marrëveshje, ka kohë deri nesër. Po çdo herë në pritje diçka, mendoj se kjo paj i menjanue edhe ato delegat e kvotës, ashtu ka të bëjë me 10 deputet të komunitetit sërbe dhe 10 komuniteteve tjera. Kjo ka pamundësuar në farforme. Mirë po, kur s'ka harmoni, kur nuk ka zgjedhjen, kur pusin e partije politike, koalicione shqiptare, kjo është e turp. Kjo është e pa akseptueshme. Edhe nuk mund të bëhet, nga se asnjëna palë, qoftë koalicioni aktual, vetëvendosja me alternativën edhe me Guxo. Por edhe bloku tjetër, nëse bëhen bashkë, nuk janë prapë numër. Prapë, është një sistem pa të pozicion. Por edhe në zgjedhjet e ardhshme, që kanë me pas shumë pak votues, ka se njerëz që shumë dëshpëruar qytetarë. Prapë mund të përsëritet situata. Pra, do të përsëritet e njëjta, do të jetë një ndryshim shumë i vogël. Mirë Zli Bishi, të falenderoj shumë që analizuat zhvillimet në Kosovë, si ato të sigurisë për pjesëmarrjen e Kosovës në Defender Europe 2025, por edhe për këto zhvillimet në kuvend. Falenderoj edhe një herë. Merci. Pse dua me njohësin e çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ne do të vazhdojmë sjellim edhe një material tjetër. Kryetari i Lëvizjes Vendosje Albin Kurti vazhdon të shpresojë në votimin e fshehtë për ta zgjedhur Albulena Axhiun si kryetare të kuvendit, megjithatë, në mungesë të votave të mjaftueshme për formimin e komisionit, i cili i hap rrugë votimit të fshehtë, deputetët e Lëvizjes Vendosje konfirmuan se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që t'i bindin deputetët e partive tjera për ta votuar këtë komision, duke thënë se deputetët nuk janë pronë askujt. Kryeministër, a keni numrat?
Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka bërë të ditur se lëvizja vetëvendosje do të vazhdoj ta propozoj Albulena Haxhiun për kryetare të kuvendit deri në zgjedhjen e saj. Kurti ka fajsuar partitë e tjera politike për zvarritjet dhe blokadën në kuvend, ndërsa thot se votimi i fshet është zgjidhja e ngërçit në kuvend. Albulena Haxhiu nuk është as në pyetje as në pikpyetje, e përgjigjja është votimi i fshet për çfarë opozita padrejtësisht dhe me dëm për shtetin e Kosovës, po e pamundson kvorumin. Të martën për herë të 22 me radhë, deputetët e partive politike do të mblidhen në kuvend në përpjekjen e lëvizjes vetëvendosje për konstituimin e kuvendit. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Artan Abrashi e ka konfirmuar se vetëvendosja ka kontaktuar deputetë të partive tjera, duke thënë se është një e drejtë legjitime e tyre. Prandaj është përkeqar dhe kjo çka po tentohet të lansohet në opinionin publik, duke u mbuluar me termin peshkim e kush e di se çka, por se vetëvendosja është i vetmi subjekt politik që e ka ndërgjegjën dhe e ka, si më thon, seriozitetin për me e zgjidh këtë problem, as kush tjetër jo. Përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje që ta formojnë një shumicë parlamentare e vetme dhe t'i josh deputetët në mënyra të ndryshme i bëri të ditur deputetja Duda Bale. Pasaj ishte edhe AAK-ja dhe LDK-ja e cila akuzoi lëvizjen vetëvendosje se në njërin anë po i fton për koalicion e në anën tjetër po tenton t'u marrë deputetët me, siç u tha, transaksione të ndryshme. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka mohuar e as pohuar se lëvizja vetëvendosje ka kontaktuar me deputetët e PDK-s për këtë çështje. Ne do të kuptojmë se jemi njerëz dhe mund të takohemi personalisht dhe privatisht kudo qoftë, sepse jemi realisht në lidhje të ndryshme familjare, shoqërore, gjithë ato dhe ato nuk janë trashëtuar. Mirë po, kryetari ka thënë ato vetë qendrana ja, domethënë. Por kontaktet me deputetët të PDK-s nuk i ka mohuar as deputeti lëvizjes vetëvendosje Artan Abrashi. Ai foli edhe për mundësinë e një koalicioni vetëvendosje PDK. Sa gjëra do t'i pjellim kohës, nëse ka reflektim edhe nga ana atyre, por se përpjekjet për blokadë dhe destruktivitet nga ana Partisë Demokratike, siç po e shohim të gjithë, nuk po pushojnë, andaj nuk mund të flasim për diçka të tillë për momentin. A ka pasur ndonjë takim individual me ndonjë deputet të PDK-s në këtë situatë? Nuk mund të konfirmoj unë asgjë. Nuk mund të konfirmoj asgjë, por se kudo, edhe në hol të kuvendit, edhe në sallë, edhe jashtë sallës, edhe ne deputetët takohemi me njëri tjetrën dhe se normalisht. Njohësi rrethanave politike Shemsia Shari thot se faji kryesor për zvarritjen e formimit të institucioneve bie tek kryeministri në detyrë Albin Kurti. Megjithatë, sipas tij, vonesat dhe ngërçi i krijuar mund të kenë edhe një qëllim tjetër. Duke parë papërgjegjësinë që kanë treguar gjatë kësaj periudhe, duke lënë shtetin pa institucione, duke u shtyrë të marrën vendime të palegjshme, atëherë secili opsion është në tavolinë, është e mundshme që gjithë ato veprime të bëhen për të arsituar pastaj një koalicion që do duke i pazakonshëm për qytetarët. Për një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje ditë më parë ka folur edhe kryetari i nismës Fatmir Limaj, i cili nuk ka dhënë shumë detaje për këtë çështje. Radio Televizioni 21 e ka pyetur edhe zyrën e presidentës Osmani për rolin e saj në zhbllokimin e situatës, por deri në transmetimin e kësaj kronike nuk ka marrë një përgjigje. Ambasadori i karrierës Albert Prenka i tha se partia fituese e zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje nuk ka vesh politik për të dëgjuar thirrjet e ndërkombëtarëve për formimin e institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë. Në një intervistë për Televizionin 21, ambasadori Prenkaj tha se Kosova është në një krizë politike totale, e cila, siç tha, mund të degenerojë në një krizë institucionale. Ambasador, të falenderoj fillimisht për kohën që ndatë. Kem një thirrje sfundi nga shefja diplomacisë evropiane Kaja Kallas, e cila thotë që politikanë në Kosovë duhet t'i lënë anash interesat partijake dhe të mendojnë për të ardhmen e Kosovës në kuptimin për formimin e institucioneve të reja, qeverisë dhe kuvendit. Sa sipas juve po merren parasysh parë edhe ngecjet drejt krijimit të institucioneve? Po, është evidente që nuk ka me qujtë kështu në gjuhë popullore vesh për me ndëgju një thirrje e cila ka të bëjë është në të mirën e Kosovës, sepse ka të bëjë me kthimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Siç po shifet pra
partitë politike janë në një ngërsh, partia cila ka fitu zgjedhjet nuk ka vesh politik për me zgjidh problemin, por është duke vazhduar me avazin e saj, por unë mendoj se i tërë ky avaz i partisë në pushtet, mbas edhe opozitës ka të bëj me mos implementimin e marrëveshjes së vitit 2023, të cilën e kanë nënshkruar kryeministri i atëhershëm Kurti me presidentin Vučić, pra bëhet fjalë për marrëveshjen e Brukselit, gjithsesi atë të Ohrit. Pra është totalisht një papërgjithësi, nuk ka sens të shtetit dhe institucioneve shtetënore, por ka sens politik. Pra jemi në një krizë politike totale, e cila mund të degenerojë në krizë konstitucionale. Kemi kryeministrin e detyrë i cili thotë që nuk është urgjente formimi i institucioneve pas një takimi me presidentën, por kem thirrjet e ndërkombëtarëve po ashtu që është urgjente një qeveri stabile për shkak që duhet të kryejë obligimet e saj edhe në raport me dialogun, edhe në raport me aleatet. Jemi apo nuk jemi në një urgjencë për formimin e institucioneve? Shumë herë kam potencuar edhe publikisht se është urgjente, është një kërkesë pati tërsueshme që sa më shpejt të kemi një qeveri në mënyrë që të kthehemi detyrimeve tona ndërkombëtare, që të kthehet Kosova në arenën ndërkombëtare, të fillojë të implementojë përgjegjësitë e saj që i ka marrë nga marrëveshjet, dhe nuk e kuptoj një nonshalancë, kështu një përgjumje e cila, domethënë, vjen me këto deklaratat që nuk kemi urgjencë për një qeveri. Secili shtet dhe shtetet më të zhvilluara në botë kanë urgjencë që të kenë qeveri, sepse shtetet funksionojnë nga rezultatet zgjedhore dhe qeverisja. Kjo përgjumje, ka një qëllim, unë e përmenda një qëllim të arsye ndërkombëtare, po është edhe qëllimi tjetër që mund të lezohet që është qëllimi që të shkojmë në zgjedhje. Tash kur kanë planifiku partia e cila ka fituar të shkojnë në zgjedhje tash, apo do t'i sinkronizojmë me zgjedhjet lokale, ne nuk e dim. Së shpejti kuvendi mund të shkojë edhe në pushim veror, pra është blerje kohe dhe në ndërkohë ngjarjet ndërkombëtare janë duke ndodhur me shpejtësi të madhe dhe për këtë arsye unë besoj se si Brukseli zyrtar, por edhe kancelarit e tjera, pra veç cili shtet i Evropës, ka një urgjencë që të themelohet një qeveri në Kosovë, që të fillohet të negociohet, sepse pa negocim atëherë mund të ndodhin gjëra tjera. Ambasador, sa po e humbim seriozitetin si shtet? Jem në sanksione nga Bashkimi Evropian, nuk dihet se kur do të hiqen, kemi paralajmërime se raportet janë të përqara, po themi, midis Kosovës dhe SBA si aleati kryesor. Nuk kemi një reagim së fundit e ambasadës amerikane e cila i bashkangjitet thirrjeve për krimin e institucioneve, sikur është lodhur nëse të themi këtë formë me sugjerime, me kërkesa. Apo e humbim seriozitetin si shtet në raport me aleatet? Po, heshtja në diplomaci është serioze. Sepse diplomacia është arti i negocimit, arti i komunikimit. Kur ndërprehet komunikimi, atëherë mund të presim diçka tjetër. Pra kjo tregon sa jo serioz jemi në komunikim me shtetet mike, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti, gjithsesi edhe me Brukselin zyrtar dhe siç thash më herët edhe me kancelarit veç e veç, pra me Berlinin, me Parizin, me Londrën e vende tjera të Bashkisë Evropiane. Pra kjo tregon një seriozitet total të një politike, të një partije e cila ka udhëheq Kosovën për 4 vite edhe e cila pretendon që ta udhëheq Kosovën edhe me rezultatet e këtyre zgjedhjeve në relacion me shtetet. Nuk merret parasysh mendimi politik, apo kohja politike e një partije politike, apo një lëvizje, po e shohin shtetin, pra fytyra e shtetit. Ne si shtet në këtë rast jemi të vetë izoluar dhe vetë izolimi pra shkakton një anashkalim gradual, siç thatë edhe ju, ambasada amerikane nuk prononcohet. Ambasada amerikane edhe sot asaj dite pas zgjedhjeve dhe pas fitores së presidentit Trump nuk ka dërguar ambasador dhe ky është sinjal.
është sinjal i rrezikshëm për Kosovën. Unë shpresoj që mos dërgimi i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka të bëjë me procedura në Departamentin e Shtetit dhe në Kongres dhe në Senat, dhe nuk ka të bëjë me një qëllim në vetvete që mund ta lënë Kosovën pa përfaqësim më të lartë shtetëror. Për të ndalur pak tek blokada politike, kem një parti apo lideri i saj Albin Kurti i cili thotë që për qeverinë kemi numrat, le të më testojnë, por fillimisht ta votojnë kryeparlamentaren, e cila për të 21 herë me radhë nuk po arrin që të i siguroj minimalisht 61 vota sa duhet. Logjikisht sipas juve, si i bie kjo? Po bëhet zvarritje qëllimshme në mungesë të numrave, apo bëhet një lojë sa për të blerë kohë që të ketë numra për qeverinë? Po është edhe njëra dhe tjetra. Pra është blerje kohe, sepse kështu lexohet se nuk i ka numrat as për kryetarin e Kuvendit, dhe po shohim se po negociohet pas perdeve, po negociohet për të krijuar numra. Ko pas kohë shohim se dalin disa emra të deputetëve të cilët janë kontaktuar, pastaj del një lideri një partije politike të vogël me prononcime të cilat janë pozitive në lidhje me zgjedhjen e kryetarit dhe qeverinë e re. Pra, është edhe blerje kohe, edhe për të fituar pastaj kohë për të konsoliduar, të themeluar qeverinë e re, mirë po në përgjithësi është një zvarritje e natyrës më të lartë politike. Unë e përmenda në fillim, përpos themelimit të qeverisë, zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, kemi edhe politikë. Pra, temat e politikës jashtme, po të politikës së brendshme, shohim se në politikën e brendshme pra dalin skandale të ndryshme, skandali me blerjen e rrymës me çmime shumë të larta, të cilat mbulohen pastaj me këtë temën e Kuvendit. Pra është lojë shumë fisht, e cila nuk i bën mirë shtetit, nuk i bën mirë as qytetarëve të Kosovës. Kemi humbur seriozitetin edhe si politik, edhe si politike jashtme, dhe në përgjithësi ka shkaktuar një degradim total në shoqëri, është humbje e besimit në institucionet shtetërore, humbje e besimit në partitë politike të cilat janë zgjedhur në legjislaturën e fundit. Po, për ta qartësuar për fund, ambasador, kemi një parti fituese të cilës i jep kushtetutat e drejtë ta propozojë kryeparlamentarin, rrjedhimisht ajo nuk i ka votat. Kem disa parti që kanë qenë opozitë të cilat se votojnë Albulena Agjiun për shkak, siç thonë, është përqarëse për të qenë kryeparlamentare. Ku na ja vë fajin më shumë në këtë rast? Një parti që ka dalë fituese dhe i duhet të gjejë zgjidhje për shkak që e ka obligim kushtetues, apo edhe të disa partive të tjera që nuk e mbështesin një kandidaturë të saj? Unë në një paraqitje publike pa të thënë se demokracia nuk duhet të jetë robi numrave. Partia e cila ka fituar zgjedhjet i ka numrat, por nuk i ka numrat e mjaftueshëm që të zgjedh kryetarin e Kuvendit dhe të formoj qeverinë. Pra, në këtë rast, tërë shoqëria e Kosovës, shteti i Kosovës është robi numrave të pamjaftueshëm për të konsoliduar Kuvendin dhe për të formuar qeverinë. Pra, është detyrë e partisë e cila ka fituar që të shkundet nga ideja e numrave dhe të filloj të bëj politikë. Pra, unë mendoj që partia e parë ka për detyrë që të zhvllokoj situatën, të nxjerrë një emër të ri, se nuk besoj që lëvizja vetëvendosje duhet të mbetet peng i një emri, por aty ka besoj edhe emra të tjerë, të cilët janë të pranueshëm jo vetëm për lëvizjen vetëvendosje, por edhe për partitë opozitare, të cilat kohë pas kohe edhe dalin me disa emra, por është një lloj inati kështu endemik, i cili e ka kapur shtetin për fyti dhe është duke e ngulfatur.
Unë kështu mendoj, mund edhe opozita të lëshoj pe, mirë po nuk është detyrë opozitës. Më falni, partive që si kanë fituar shumicën, por është detyrë e partisë së parë. Unë mendoj, po të kishin dalur me një emër tjetër, do të votohej një emër tjetër, pastaj do të lirohej rruga për zgjedhjen e qeverisë, për të cilën zoti Kurti po pretendon se i ka numrat. Nëse i ka numrat, atëherë le të hap rrugë që të votohet qeveria dhe të ecim përpara, sepse kemi si obligimet brendshme, sepse jemi ngulfatur edhe si shoqëri me shumë tema të ndihshme, por jemi ngulfatur edhe në politikën e jashtme, na iku radha në Këshillin e Evropës edhe kësaj here, duke mos pasur qeveri, mund na ik radha edhe në fillimin në vazhdimin e negociatës son me Serbinë, dhe në ndërkohë mund të ndodhë diçka që negociatat nuk do të jenë të nevojshme dhe mund të na vijë një zgjidhje që unë e quaj zgjidhje ex machina, ose ad machina, një zgjidhje e cila është imponuese dhe pastaj do të bartim pasojat të gjithë ne si shoqëri historikisht. Falenderoj për kohën, ambasador. Ju lutem, faleminderit juve. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të emisionit të sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që ishit me ne, miru pafshim.